Kostoja e jetesës për familjet shqiptare është trendtuar sërish gjatë muajit korrik, teksa për shumë produkte e shërbime bazë një familje duhet të shpenzojë më shumë. Revista Monitor ka raportuar se inflacioni në vend ka arritur në 3.4% në muajin korrik. Sipas të dhënave të Instatit, inflacioni në qershor kishte arritur në 3.2%, ndërsa muajin që lan pas ka shënuar nivelin më të lartë nga janari vitit 2024, kur po lehtësoi pas valës së rritjes së shkaktuar nga lufta mes Rusisë dhe Ukrainës. Efektin kryesor në këtë rritje e kanë dhënë dy elementë domosdoshëm për jetesën e çdo familje: ushqimet, qirat, po ashtu dhe çmimet e karburanteve. Sipas Instatit, rritja vjetore e çmimeve në muajin korrik është ndikuar kryesisht nga grupi ushqime dhe pije jo alkolike me plus 1.18 pikë%, pasuar nga grupi qira, ujë, energji elektrike, gaz dhe karburante të tjera me plus 0.83 pikë%. Sipas Instatit, krahasuar me muajin korrik të 2025-s, rritja më e madhe e çmimeve vërehet në grupin transporti me 8%, pasuar nga argëtimi, sporti dhe kultura me 6%, sigurimet dhe shërbimet financiare me 4.5%, qiraja, uji, energjia elektrike, gazi dhe karburantet e tjera me 4.1%. Çmimet e qirave, sidomos në Tiranë, kanë arritur në nivele të papërballueshme në raport me pagat. Në muajt janar-qershor të 2026-s, qirat për apartamentet 1+1 arritën mesatarisht në 590 euro në muaj, ndërsa për banesa 2+1 në 954 euro, me rritje nga 4.4 deri në 27%, krahasuar me periudhën janar-qershor të vitit 2024. Sipas llogaritjeve në pjesën ndërmuese të Tiranës nga periferia në qendër, kostoja e strehimit tekalon kufirin ndërkombëtar të përballueshmërisë. Në rastin e Tiranës, kufiri i përballueshmërisë i llogaritur nga Monitor për periudhën janar-qershor 2026 tejkalohet për 13 zona në Tiranë, duke arritur midis 80 deri në 90% të ardhurave dhe në disa zona të saktuara edhe mbi 100%.